Mirë mbrëma shikues të emisionit Dr. Plus, mirë se po takohemi sërish edhe në këtë javë. Sonte në kuadër të emisionit do të flasim për shëndetin mendor. Pse arrim deri tek depresioni, stresi dhe cilat janë pasojat e këtyre do t'i flasim me psikologën Antigona Sejdio. Antigona, faleminderit shumë që je pjesë e emisionit Dr. Plus. Faleminderit, kënaqësi gjithmonë me qenë me juve. Antigona, sot fatkeqësisht si asnjëherë më parë, do më thonë njerëzit po ballafaqohen me ankth edhe depresion. Sipas juve, si jemi me statistika? Fatkeqësisht s'kemi statistika mbi problemet e shëndetit mendor në Kosovë. Jemi keq me këtë pjesë, por që duke u bazuar në përvojën klinike edhe ato që ka shoh edhe në klinikën e psikiatrisë, brenda QKK-s, po besoj që kemi një rritje të problemeve të shëndetit mendor, ndoshta jo vetëm si pasojë e rritjes së numrit të problemeve të shëndetit mendor, por edhe si rezultat, kisha me thujt, e vetëdijsimit të njerëzve. Domethënë, njerëzit kanë filluar me kuptu ma shumë mbi problemet e shëndetit mendor, inteligjenca artificiale, rrjetet sociale, gjithçka që ka ndodhur në zhvillimin e teknologjisë, e ka bot vetën edhe në aspektin e shëndetit mendor, njerëzit janë më të informuar sa i përket këtyre problemeve. Përveç këtyre që i përmende, po dim që jeta është vështirësu, pra po i dërgon njerëzit probleme shumë atranda. Shkaku i faktori, domethënë, poshtë faktori ekonomik, mungesa e perspektivës, migrimi, cilat po mendon që për këtyre më shumë kanë ndiku, a është edhe pak papunësia, jeta sociale? Gjitha këto që i theksut, po unë po shoh që ndoshta krejt prapa këtyre që i përmende qëndrojnë edhe faktorë tjerë që është lufta dhe traumat e luftës. Mendoj që nuk i kemi trajtuar sa duhet çrregullimet e stresit posttraumatik dhe traumat mini traumat ose traumat komplekse të përjetuara gjatë luftës në Kosovë dhe na e dim, profesionistët e shëndetit mendor e din që traumat shfaqen pas përfundimit të ngjarjeve traumatike, ndoshta ndonjëherë edhe vite pas. Pastaj janë edhe përcjellja e traumave ndërgjenerata nga një gjenerat në tjetrën. Kështu që krejt këto probleme mendoj që një bazë të mirë e kanë aty, pastaj agravohen edhe nga faktorë tjerë, që janë kushtet ekonomike, ndryshimi i jetës sociale, ndryshimi i familjeve, vlerat, domethënë kanë filluar edhe vlerat me ndryshu shumë njerëz. Tashmë ajo që ka qenë vlerë, për shembull, një familje tradicionale nuk është më vlerë sot. Krejt këto janë komponentë që ndikojnë në mirëqenien psikologjike, në gjendjen emocionale të njerëzve dhe në shëndetin mendor në përgjithësi. Migrimi është një prej shkaktarëve, një studim zvicran ka renditur si faktorin kryesor që çon drejt migrimit të një populli traumat e luftës. Domethënë lufta është faktori kryesor. Dhe çka shohim sot në botë, kush janë popujt që migrojnë më shumë, janë kryesisht popujt që kanë dalë prej luftës ose që po ballafaqohen me luftën. Edhe migrimit e na besoj që lidhet me këto studime. Antigon, tek ne është pak problem ende ndihma, domethënë tek ose shoqërimi një bisede me shokun ose shoqen, gjithashtu edhe me psikologun. Pse po e kemi si tabu këtë gjë, domethënë shpesh herë dëgjojmë edhe atë fjalën që vetëm dobtit kërkojnë ndihmë. Po, fillimisht nuk është që kemi pas në kulturën tonë shumë vetëdijsim edhe sa i përket emocioneve, nuk është që njohim shumë emocionet tona, veten tonë. Shumë gjëra na ikin si kur tham unë si me jetu përmendsh. Domethënë, sikur pa vetëdijshëm, thjesht jetojmë sipas një tradite të caktuar ose diçka të tillë, jo pse jemi të vetëdijshëm për gjendjen tonë. Pastaj ato që cilësohen si emocione negative, për shembull frika, ose emocione të tjera, turpi, janë emocione të cilat na i quajmë negative dhe që është marrë me fol për to, ose nuk bën, nëse për shembull, nëse një fëmijë i vogël 7 vjet, 9 vjet, i ka disa frika të vogla, për shembull nga errësira, tendenca është ai mos me i shfaq shumë ato tek të rriturit, sepse është një bllokim që i bëhet automatikisht përmes fjalës marrë është mutut, ti je djalë i madh, ose
që gjithë këtë qikë, po tutësh, të ngjashme, do të thonë, parimisht nuk lejohet shumë me i shpreh emocionet, nuk lejohet shumë me fol për to. E kemi edhe një dozë të turpit, po edhe një dozë të frikës me fol për emocionet. E ka panik një familjar tonë nëse i thojmë që sot jam të ndje mirë. Dhe fillon me njerë mu shqetësu, e çka ki, pse dush mu kanë kështu, a mundem me i normalizu? Unë e përmendi një shembull, thëm, njëjtë sikur emocioni i dashurisë, e njëjtë është edhe frika, edhe ankthi. Të njëjtat simptome na jep. Kur dashurohemi, na djersit të ndurt, na nalët fryma, na rrezë zemra shpejt, na dridhen komt. Të njëjtat simptome i kemi edhe të ankthit, të frika. Për dashurinë kërkush nuk shkon në emergjencë, për frikën, për ankthin përfundojnë njerëzit në emergjencë, sepse kanë frikë prej të ashtu quajturave emocione negative. Jo, s'ka emocione negative, pozitive, ka përjetime, ka një situate. Edhe kështu duhet me i normalizu, kështu duhet me i po. Nëse jemi friksu, hajde të shohim, të andajmë, të shohim çka mundem me bo për atë emocione dhe ta lirojmë në format shëndetshme. Kjo lidhet direkt me atë që pastaj neve na krijohet përshtypja që na duhet me mbajt emocionet negative për vete, kur nuk ndjehemi mirë, nuk bën me i tregu njerëzve se ata kanë me mendu çka po ndodh me neve, mos jemi të çmendur, kjo gjendje mos po na zgjat për gjithmonë. Asnjë gjendje nuk zgjat për gjithmonë, gjithçka është e ndryshueshme, kështu që kemi nevojë me u liru prej kësaj dhe me bisedu, me fol hapun për gjendjet, përjetimet në cilat ndodhemi sa i përket botës tonë psikologjike. Po cila mendon që është gjëja kryesore që njerëz po e kanë të vështirë me përballu këtë? Po mendon si një prej problematikave më të vështira të shëndetit mendor. Sado që po flitet shumë shpesh për ankthin, çrregullimet e ankthit janë për problemeve më të zakonshme dhe më të shpeshta që na i hasim sa i përket problemeve të shëndetit mendor, dhe një nga simptomat më të shpeshta pse kërkohet ndihmë janë simptomat e çrregullimeve të ankthit dhe çrregullimit panikut. Ndikon tek njeriu që të ballafaqohet me depresion edhe për shkak të mosvlerësimit të tjerëve, për ballafaqimin nga thashëthemet, paragjykimet, këto që i ndodhin, largimi nga një person te tjetri, të mos shoqërohet. Sa ndikojnë këto? Shiko, bullizimi, mungesa e njerëzve që na vlerësojnë, mungesa e njerëzve që na japin emocione pozitive, dashuri, përkrahje, krejt këto na ushqejnë ose nuk na ushqejnë gjendjen tonë emocionale. Nëse jetojmë në një ambient i cili na ngrit vazhdimisht, na thot bravo, të lumt, sa mirë e bane, a mundesh me provu edhe një herë kur kemi dështu, thjesht mos me na bot madhe ato, mos me na kriju atë ndjenjën e dështakut brenda neve, po me na thonë, ok, s'ka lidhje, hajde vazhdojmë prap. Krejt kjo na rrit vetbesimin, na bën ta vlerësojmë veten më shumë, edhe të kemi përgjithsisht gjendje më të mirë emocionale, por nëse jetojmë në një ambient tjetër ku jo që nuk na i thojnë këto fjalë e mira, po përkundrazi kanë me na ofendu, sidomos mosha e fëmijërisë, është jashtëzakonisht e ndihshme dhe efektet e këtyne fjalëve në fëmijëri bëhen zona të mbrëmshëm të personit edhe kur të rriten. Nëse të kanë thënë që s'po dukesh mirë, që ti je dështak, që ti nuk ja vlen, krejt këta kanë mu përbrendsu mrena individit dhe kanë mu shfaq, ndoshta edhe në të ardhmen në një moshë kur në forma të pavetëdijshme, në një moshë kur personi mendon që është i rritur, e ka ndërtu vetveten, po ka me gjetë veten në momente të caktuara kur këto kanë me ngrit kokën, po thëmë kushtimisht, edhe kanë me dalë në sipërfaqe, qoftë përmes vetbesimit të ulët, qoftë përmes depresionit, apo problemeve tjera me ankthin. Për shembull, persona që kanë ankth social, shumë shpesh vjen si pasojë e traumave që kanë mujt mi pas si fëmijë, kur ati është thonë që s'po din ose ka pas në moment kur është kritiku në publik ose nuk është lavdu. Kështu që kur të rritet mandej veç e gjen veten që e ka frikën me fol në publik. Po, sa mendon që po ndikon ambienti, qoftë i punës apo në shtëpi ku jeton, tek ankthi dhe depresioni? Puna është një prej shkaktarëve kryesor të stresit sot në botë, sidomos kur njerëzit zgjedhin me bë punë të cilat nuk i dojnë,
po duhet me shku në punë për arsye të tjera që mundet me qenë një rrogë e mirë ose arsye tjera që njerëzit thjesht ndodhen në një ambient ku nuk ndjen rahat. Një për arsye pse ata nuk ndjen rahat, se jo gjithmonë pagesat janë ato që motivojnë personin me shku në punë, pagesat po rrisin motivimin, po nëse ambienti është toksik, nëse nuk vlerësohemi për punën që e bëjmë, nëse nuk ndjehemi që po përmbushemi emocionalisht me ato që ka bëjmë çdo ditë, fillon automatikisht me personi me u ndjej demotivuar, fillon me pas vështirësi për me shku në punë, vështirësi me u zgju mëngjes, nuk gjen një arsye pse duhet me shku, dhe kështu fillojnë ato problemet mandej me stresin, me burnout, nëse gjendja zgjatet më shumë. Kështu që puna është një prej shkaktarëve kryesor të stresit, po natyrisht edhe problemet familje, problemet në qift, janë sjellin problemet shëndetit mendor, qoftë stresi, qoftë ankthi ose depresioni, edhe te çifti, edhe te fëmijët. Divorci për shembull është një prej problemeve më të mëdha që mundën me u ballafaqu fëmijët. Domethënë divorci i prindërve është një problem shumë i vështirë me u menaxhu nga ana e fëmijëve, pothuajse gjithmonë kërkohet një mbështetje profesionale për fëmijët, po edhe për çiftin natyrisht, se nuk është periudhë e lehtë. Çka i rekomandon këta njerëz, domethënë, edhe qoftë tek divorci, edhe qoftë tek familja, qoftë tek ambienti i punës, çka i rekomandon që atë largohen nga ajo situatë që janë, apo cilat janë këshillat tua? Varsisht sepse s'ka një formulë për të gjitha rastet. Dhe ka shumë rëndësi çka konkretisht po ndodh në situatën konkrete. Për shembull, nëse kemi një problem me punën, edhe problemi është për shkak të një kolektivi që është toksik, individi duhet me pa çka janë shqetësimet e tij, çka po e bën toksik atë ambient, me pa çka mundet me ndryshu, qoftë në të menduarit e personit, qoftë në sjelljen e tij, sepse nuk mundim me çu krejt punën e terapi, po e kemi individin në terapi dhe aty mundet me fillu ndryshimi. Ndonjëherë nga një sjellje e jonë varet shumë edhe mënyra që kanë me na trajtu të tjerët, për shembull vendosja e kufive ose vetvlerësimi, rritja e vetvlerësimit, vetbesimit në një ambient punës, ose mundësia e gjetjes së një komunikimi të hapur me kolektivin. Do të thonë, ka shumë mënyra që mundemi me i zgjidh këto problematika, por ndonjëherë individi për shkak të situatës në cilën ndodhet, thjesht e ka të vështirë me gjetë zgjidhje dhe ndodhet përballë një momenti ku ndihet i pafuqishëm, ndihet ndoshta i lodhur, i harxhuar emocionalisht, i pa shpresë, nuk gjen zgjidhje dhe vështirësia është ndoshta shpesh vjen deri taj momenti ta lë punën ose të vazhdoj dhe ta përballoj krejt këto nëpër cilën kaloj. Ka edhe zgjidhje të mesme në krejt këtë muhabet, nuk janë vetëm këto zgjidhjet ekstreme me lën punën ose mos me lën. Sa e përmende komunikimin e hapur, sa mendon që ndihmon komunikimi i hapur në përmirësimin e shëndetit mendor? Është jashtëzakonisht e rëndësishme liria për me e thonë atë çka e ndjen. Këtu fillon çlirimi, këtu fillon shërimi, kisha me e quajt. Kur unë ndjehem e lirë, me thonë sakt çush po ndjehem, dhe ambientin në të cilin po e tham këtë, nuk më gjykon, po thjesht më pranon, më dëgjon, edhe mundohet me qenë aty për mu, kjo është një moment tepër i rëndësishëm, qoftë në terapi, qoftë në jetën e përditshme, sepse këtu fillon ndjenja e çlirimit të individi. Këtu lirohesh prej krejt atij emocionit i cili ka qenë duke të rëndu. Kështu që ndoshta secili prej neve e ka në dorë këto, mundet me bë diçka në këtë drejtim. Nëse është përballë dikujt, thjesht me ia mundsu tjetrit me fol hapun edhe mos më gut me kriju hipoteza, mos më gut me paragjyku. Nga e tjetrin edhe merre sakt që ashtu që ta ka thonë, sepse kjo është tepër e rëndësishme. Kjo mundson tjetrit më shliru, edhe mundson tjetrit me kriju besim te njerëzit, besim te bota. Nëse bota është e mirë me neve, njerëzit janë mirë me neve,
kjo na jep një ndjenjë të paqes edhe qetësisë. Kështu që kemi shumë paqja dhe qetësia jonë e mbrëmshme ka shumë rëndësi madje edhe për botën. Edhe jemi vazhdimisht në një cikël ku na mundemi me ndihmu njëri tjetrin ose e kundërta. Si ndikojnë përvojat traumatike, qofshin ato fizike, apo emocionale, seksuale, në përmirësimin e shëndetit mendor? Traumat janë një prej probleme më komplekse edhe për mu trajtu sa i përket shëndetit mendor. Pasojat mund me qenë tepër ndaja deri te ato që mund me përfundu me fatalitet, ku njerëzit ma lodhen edhe është vështirë me rikthy vetveten në normalitet, sa mendojnë edhe gjana negative dhe mendime për me marrë vetës jetën. Për shkak se vetë trajtimi i tyre ndonjëherë është i vështirë, por ajo që na ka ndodh nuk është e lehtë mu shfaq para botës. Nuk është e lehtë një person që ka përjetu për shembull një dhunë seksuale ose çfarë do lëndimi, nuk është e lehtë me u shfaq para botës. Po mbrana secilit prej neve është edhe nevoja me tregu, nevoja me u liru prej saj, se që aty është edhe shërimi. Kështu që mendoj që duhemi me i kushtu shumë rëndësi traumave, sepse ndikojnë shumë jetën e individit. Një person që ka përjetu një traumë fëmijëri, për shembull, një ngacmim seksual i fëmijërisë mundet me afektu komplet jetën e atij personi kur të rritëm. Për shembull, kam pas raste që ka pas vështirësi në marrëdhëniet me partnerin, është divorcu, ka pas vështirësi me bo fëmijë, me lind, edhe mandej krejt kjo ka qenë rezultat në formë të pavetdijshme i një ngacmimi seksual që ka ndodhur në fëmijëri, për cilën personi nuk ka qenë as i vetëdijshëm. E ka ditë si ngjarje që ka ndodhur, por nuk e ka ditë pasojat që ja ka lënë. Mas shumë vitesh, duke lexuar një libër mbi trauma seksuale të luftës në Kroaci, personi ka kuptu që edhe ajo e ka këtë traumë edhe është ngacmuar. Edhe ka kuptu, është rikthy një shqetësim shumë i madh, një gjendje ankthi shumë e madhe brenda personit dhe është dashur pastaj me kërku ndihmë në formë urgjente. Por trauma ka qenë aty vite më herët, edhe kemi kuptu gjatë seancave pastaj që personi veç krejt jetën e vet ka qenë tu i bajt pasojat e një traume që ka ndodhur në moshë të fëmijërisë. Prandaj traumat të fëmijët duhet me pas shumë kujdes, duhet me i trajtu këto traumat sepse na ndikojnë shumë në jetën tonë. Të ndalemi pak edhe kohëve të fundit, po ka shumë raste të dhunës në familje, vrasje, vetvrasje mund të themi. Cila është arsyeja pse po ndodh kjo? Depresioni, ankthi, nervoza? Na duhet me pa pak stilin e jetës të njerëzve për me i dhënë ndoshta një përgjigje më të saktë. Edhe pse thashë po kemi probleme, nuk kemi shumë statistika dhe hulumtime që po bëhen sa i përket shëndetit mendor në Kosovë, ose po janë shumë të pakta. Nëse shohim stilin e të jetuarit sot, ka ndryshuar totalisht. Për shembull, kemi kisha me thujt një çrregullim të orareve të gjumit. Sot njerëzit flen shumë vonë, ndoshta edhe zgjohen vonë, po kjo nuk është aq e shëndetshme edhe nëse i ka bërë për shembull 8 orë gjumë, sepse nuk mjafton veç ora e gjumit, sa orë i bën, po duhet me qenë edhe kualitativa i gjumë, edhe është një farë bioritmi, një farë cikli ku na jemi të lidhur me natyrën, kur bëhet nata, na duhet me flajt sa më herët, për shkak se trupi jonë është i ndërtuar çashtu. E sot për shumë të ri që janë rrjetet sociale, deri në orët e vona, besa edhe musha, jo veç të rit, po edhe mushat e tjera, edhe fëmijët edhe më të vjetrit, komplet e kemi ndryshuar stilin e jetesës. Kjo na ka bërë të jemi më të vetmuar, na ka bërë të mos ndjehemi shumë pjesë e botës, jemi në rrjete sociale, po nuk jemi në kontakte sociale. Kemi një presion social të jashtëzakonshëm për me qenë sa ma luksoz, për me jetu në luks, për me bo pushime luksoze, për me pas veshje luksoze. Kjo është një presion psikologjik, kurse realiteti janë paga shumë të vogla, punë të cilat i dum ose nuk i dum, po na duhet me shku në punë, do të thonë, ajo që ka na ekspozohemi në realitet, që kemi realitet dhe ajo që ka na ekspozon në rrjetet sociale, po ka një disbalans.
krejt këto janë arsye që na mos më ndje rahat me veten. Tashim vetmia është një prej problemeve kryesore në ditët e sotme dhe vetmia është mbrapa depresionit, është një prej arsyeve që na çon në depresion, vetmia na çon te ankthi, ndjenja e vetmisë nuk po na përmbushet, nuk po gjejmë mënyra që me përmbush këtë ndjenjë vetmisë. Ndoshta kjo lidhet edhe pak me vetbesimin. S'mund me rikthy ata vetbesimin e vet, që me kon edhe pjesë e një shoqërie. Kemë nevojë fillimisht me jetu realitetin. Me flajt mirë, po heri theksoj shpesh këtë çështjen e gjumit, sepse është tepër e rëndësishme për shëndetin mendor. Kemë nevojë me eliminu ose me reduktu, me thonë më mirë, kohën që na qëndrojmë në rrjete sociale, kemi nevojë me u kthy aktiviteteve në natyrë, sa më shumë kontakt me natyrën, sepse kjo na bën mirë, mandej edhe për shëndetin tonë psikologjik edhe ato fizik. Aktivitetet fizike natyrisht janë një tjetër gjë që mundem me bëu për të mirën e shëndetit tonë. Po, të rikthehemi pak edhe tek shëndeti mendor i adoleshentëve. Cila është mënyra më e mirë për mi mbështet ata në këtë kohë që e kanë? Adoleshentët sot, përveç atyre ndryshimeve hormonale që janë normale, që ndodhin te secila moshë, te secila gjenerate në adoleshencë, që janë të moshës, sot ballafaqohen edhe me probleme të tjera që ndoshta gjeneratat më herët nuk i kanë pas, siç janë narkotikët dhe ekspozimi ndaj tyre shumë i lehtë, sot është shumë lehtë me pa një tri me marijuan, të marrë substanca dhe qasja në substanca është shumë e lehtë, fatkeqësisht. Këtë ekspozim nuk e kam pas në moshat vite më herët ose sidomos para luftës. Kjo mandej ekspozon adoleshentët ndaj një problemi shumë madh i cili çon në probleme të shëndetit mendor dhe numri i rasteve që kërkojnë ndihmë për trajtim nga substancat është në rritje çdo ditë. Imagjino ata që nuk po kërkojnë ndihmë dhe që janë të vujt atje jashtë është akoma më i madh. Probleme tjera të adoleshencës është edhe përdorimi i teknologjisë, që ju roll si pasojë e kësaj, ata janë viktima të bullizmit ose të problemeve tjera që ndodhin brenda grupit në rrjet, ata munden me u përjashtu prej një grupi nëse nuk e bëjnë një sjellje të caktuar. Ka shumë gjëra të rrezikshme që ndodhin në rrjetet sociale për moshën e adoleshencës. Domethënë adoleshenca sot nuk është e lehtë si periudhë për prindrit, edhe për vetë adoleshentët, sepse ekspozimi ndaj dukurive negative është goxha i madh dhe goxha e vështirë me rrit një adoleshent me krejt ato që mundet me u rreziku. Shohim që në rrjetet sociale më shumë ekspozojnë veten duke kalu mirë, duke qenë gjithmonë buzëqeshur, sa ndikon edhe kjo tek adoleshentët që të kenë një jetë si të një VIP, po them ashtu. Tendenca është që adin ku e shohim mas mirë këtë efekt, e shohim te këto mbrëmjet e maturës. Domethënë një investim marramend në veshjen e mbrëmjeve të maturës që mohet e na, e tregon sakt këtë ndikimin që të rinjt sot e kanë nga të qenurit VIP, nga ato që e shohin në rrjetet sociale. Domethënë ata shohin një personazh të famshëm e cila ka një fustan shumë të shtrejtë, që ka veshte një kreator i famshëm, dhe ndikimi është edhe unë dua të dukem si ai personazhi. Ndërkohë që është një adoleshent që është përfunduar shkollën e mesme dhe nuk ka nevojë me bë gjitha ato shpenzime, sepse realiteti nuk është një VIP, është një person normal që është thjesht një maturant. Domethënë këtu e shohim tepër mirë atë ndikimin që rrjetet sociale e kanë të trit dhe ato që duhet dukemi sa më luksoz, sa më bukur, sa më perfekt, se nëse ke një dukje jashtë asaj perfektës, mandej kjo çon probleme, siç është vetbesimi i ulët, nevoja për ndërhyrje estetike, sot kemi një numër të madh të trive dhe të rejave që bojnë filler, botox, operacione të ndryshme, gjithmonë në tendencën për mu dok perfekt, për mu dok ashtu si
ato personazhet e rrjeteve sociale, influencerave Po. që ata i shohin. A mendon që kjo do të merra dikun kjo përgjegjësi tek prindërit së pari? Mandej edhe tek ata që i shohin, po them ashtu më shumë tek prindërit. Disa zhvillime sociale është shumë e vështirë me i ndalë. Ajo që ka munde me bo, na është me rrit, mos them kontrollin, po thjesht prindrit me qenë aty, me qenë prezent për fëmijët e tyne, me qenë afër fëmijëve tyne emocionalisht, me i përkrah ata edhe me i eduku në formën më të mirë që ata dinë edhe munden, sepse në fund ditës rrjetet sociale janë të pamenaxhueshme, të pakontrollueshme, por prindi mundet me pas një lloj të kontrollit mbi fëmijën e vet, dhe sidomos në moshën e adoleshencës, ky kontroll në formë të kujdesshme duhet të ekzistojë, sepse po flasim për një moshë ku ekspozohen shumë lehtë ndaj rreziqeve të ndryshme. Ndikon shumë probleme po ndodhin tek njerëz shkaku i stresit, shkaku i panikës. Duket që gjithçka po përfundon tek ta. Cila kish me qenë këshilla ju për ta? Që me thonë që nuk përfundon gjithçka dhe nuk është vetëm ato pika mbi i kur themi. Është gjithmonë mirë me kuptu që çdo stuhi kalon. Edhe tornado, nëse është, edhe ajo ka me kalu. Çka mbetet pas tornados, ajo ka rëndësi. Çka duhet të kemi kujdes në këto momentet e vështira një jetë, që secili prej neve munde me u ballafaqu, është me rujt veten. Unë tham, imagjinoje krejt këto çka po të ndodh, që është një tornado në jetën tonë. Tornadon s'mundesh me nal, ajo ka me ndodh. Po çka mundesh me bëu ti është me gjetë një mënyrë me pështu prej tornados. Me qenë i shkathët, me gjetë një hapësirë ku ki me rujt veten, me gjetë një mënyrë që ki me rujt veten, emocionalisht ose fizikisht, që kur të kalon tornadoja, ti me u kthy edhe më kanë gjallë, me pështu mas pari prej tornados, edhe më kanë sa ma mirë që mundesh. Me ma pak pasoja që mundesh. Kështu që çka do që të ndodh në jetën e juaj, dijeni që kalon, ajo që ka rëndësi është qysh po delti prej asoj gjendje. Edhe për fund, themi që psikologët pra i këshillojnë vetëm ata njerëz të cilët ndjehen të lënduar apo të prekur që kanë kësi probleme. Cilat janë këshillat tua për ata persona që i bëjnë këto? E bëjnë një njeri të ndjehet i zhgënjur, i lënduar. Është shumë e vështirë, sepse ata persona asnjëherë nuk vinë për me kërku ndihmë. Gjithmonë vinë viktimat për me kërku ndihmë, dhe personat që lëndojnë, ata përmes lëndimit të tjerëve shpesh ndjehen më të fortë. Kjo i bën ata të ndjehen më të fuqishëm, të ndjehen që janë dikushi, ose mrin disa qëllime të cilat ata i kanë me i mri, dhe gjejnë njerëz që e kanë të vështirë me u ballafaqu. Shumica e tyre janë ma njerëzor, që ndonjëherë duken edhe ma naiv, pse nuk kanë pas fuqinë me a kthy me të njëjtën monedhë, ose me u revanshu në forma çfarë ata kanë kërku, po tham kushtimisht. Dhe është e vështirë edhe me ju folë, edhe me ju dhanë këshilla këtyre personave, sepse nuk është që kanë shumë dëshirën me ndëgju këshilla ose nevojën për me ndryshu diçka te vetja. Por, çka është shumë e rëndësi, në fund të ditës, secili prej neve kur shkojmë, kur shkojmë me fjetë aty edhe kur vendosim kokën jashtë, e bëjmë një farë rikapitulimi të ditës tonë, çka kemi bo sot gjatë gjithë ditës, edhe krejt ajo çka kemi bo, qoftë e mirë apo e keqe, ka me mbet tek ne, dhe në fund ditës secili prej nesh ka me ushqy me atë që ka bo gjatë ditës. Dhe nëse kemi lëndu njerëzit, nëse kemi bo gjana cilat në çfarë do forme kanë afektu negativisht tjetrin, krejt atë energjinë negative kemi pas na me vetën tonë, në ndërgjegjen tonë, edhe kur shkojmë me fjetë, ajo ka me qenë aty, jemi na edhe ajo. Kështu që nuk besoj që asnjëri prej neve kish me pas dëshirën me qenë i keq ose me qëndru me energjinë e keqe në fund ditës. Antigona, të falenderoj shumë për krejt këto informacione që i dhe për shikuesit tanë. Faleminderit juve, uroj kemi sa më shumë mirësi mes njëri tjetrit. Shpresojmë. Shikues të nderuar, kaq kishim sa i përket këtij emisionit. Natën e mirë dhe mirupafshim.